Në ndërkohë po përflitet shumë mbi heshtjen e Glitakos këtu kohë. Është thënë që ajo po kalon në një periudhë të vështirë psikologjike pas daljes nga loja. A mund ta presim sërish brenda nëse jo si banore, të paktën në kuadër të kësaj sfide? Ka gjasa që mund futet dhe Ikli për të parë reagimin e Gjesi dhe për të parë se si do vijoj loja e tij brenda shtëpisë së Big Brother Rip Albania, por marrë në qasjen e shëndetësore të saj dhe me aq sa kemi parë edhe në mes si publik, por edhe si gazetar, mund të them se do ishte një lëvizje e gabuar e Glitakos sa i përket hyrjes sërish brenda të shtëpinë e Big Brother, e do ndikonte tepër shumë edhe në shëndetin e saj mendor. Një situatë kur Gjeneta do ishte brenda qoftë edhe për pak minuta, sipas gazetarit Prenga, do ta dobësonte lojën e Gjestit. Nëse Gjeneta do të futej sonte në shtëpinë e Big Brother Rip Albania, normalisht do pishin të dy anët e medaljes, ose do dekorajonte ose do motivonte në lidhje me vazhdimin e lojës së tij në Big Brother Rip Albania. Por parë në sy të publiku dhe mbështetjen që Gjeneta ka këto kohë, mund të themi që Gjesti nuk do të avijoj lojen ashtu siç ka qenë deri më sot, dhe loja e tij dhe dinamikat e lojës së tij do të dobësohen.